Mihal Nazif Selimaj vlerësohet me titullin e mirënjohjes së Labërisë nga shoqata detare kulturore Labëria, i apasionuar pas këngës popullore vlonjate, dalluar për humanizmin e tij në sponsorizimin e shumë aktiviteteve detare dhe kulturore në Lepeniz dhe Labëri. Selimaj ka dhënë kontributin e tij dhe ka dalluar për shërbime të shquara si oficer në radhët e ushtrisë popullore, si dhe në zhvillimin e ekonomisë së tregut. Kanë marrë pjesë në këtë aktivitet autoritetet të ndryshme të jetës publike të qytetit të Vlorës, intelektual, bashkëpunëtor, miq dhe dashamirës të Mihal Selimajt. Kryetari i shoqatës kulturore detare Labëria, Ahmet Demaj, foli për karrierën e Mihal Selimajt. Dhe puna e personazhit ton, Mihal Selimaj, lindi dhe u rrit në Lepenic, mori shkollimin e parë fillor e atë 9 vjeçar atje, u shkollua mëtej në arsimin e mesëm në Vlorë dhe u diplomua në arsimin e lartë për profesionin e oficerit ushtarak. E gjithë kjo karrierë ushtarake e arriti që të vjel prej saj respektin e presidiumit Kuvendit Popullor, i cili e ka dekoruar me një medalje të veçantë. Jeta si nxënës, jeta si student, jeta si ushtarak e regjistron në memorien e bashkosëve të tij si një njeri me interesa më të largëta se sa të shokëve të tjerë, të bashkosëve të tij. Një njeri me interesa që si nxënës, student dhe oficer e shtyri atë për të provuar gjëra jashtë asaj që bën të tjerë. Dëshmi e kësaj që them janë jo vetëm pjesëmarrja në aktivitetet kulturore, por edhe në projekte të zhvillimit ekonomik, familjar dhe atje të qytetit të Vlorës. Të ftuarit, miq dhe shokë si dhe autoritetet të qytetit, duke vlerësuar Mihal Nazif Selimajn, thanë se çifti Selimaj është i shquar për këngën. Mihali është një figurë komplekse, shumë dimensionale, një patriot i madh dhe familjar shembullor, theksuan ata. Bilbilat fillojnë këngën. Jo mojo, nuk kanë tani këta, kanë që në 1976 që e kanë filluar këngën. Te shkolla industriale, kur zgjente jeta artistike, jeta kulturore. Dhe këta ishin nga ta më të mirët, më të spikaturit, se Labëri dhe edhe prallet këndojnë. Nërsa mbi ta janë Bilbili dhe Thellëza. Dërë trokit. Mihali është një nga ata lab që ta mbush fjalën me gjithçka i duhet kohë sot. Për të flasësh për Mihalin është e thjeshtë, sepse ai është një figurë komplekse, është shumë dimensionale, është një patriot i madh, është një familjar shembullor, është një shok i përkryer, është një biznesmen i suksesshëm, është një polifon po aq i dalluar. I kam dëgjuar shpesh Mihalin edhe Piron që t'i thonin njëri tjetrit të kam vëlla pa pjesë. Që janë vëllezër, këtë e din të gjithë, edhe janë xheloz edhe vëllezërit e tyre biologjik. Por pa pjesë, me këto fjalë nuk jam dakord. Ju keni një pjesë të madhe dhe të përbashkët. Ajo është Labëria. Ajo që më ka bërë përshtypje tek zoti Mihal është respekti maksimal për bashkëshorten e tij. Në këtë kohë që familjet tona shkatërrohen dhe po u shkatrua familja, shkatërrohet kombi, Mihali tregon jo vetëm një respekt, po dhe një përkujdesje që bashkëshortja e tij, Bukuria, një artiste shumë planshe, të meritoj atë që i takon, të shpreh dhe të shpalos bukurinë e zërit të saj, të shpirtit të saj dhe të kulturës së saj. Zakonisht thuhet që mbas një burri të madh është një grua e mençur. Këta të dy bashkojnë njëri tjetrin. Studiuesi i njohur profesor doktor Bardosh Gaçe i ka dhënë Mihal Selimajt certifikatën e mirënjohjes akorduar nga shoqata detare kulturore Labëria. Shoqata kulturore kombëtare Labëria e nderon me certifikat mirënjohje të Labërisë
zotin Mihal Nazif Selimaj. Ta gëzoj e këtë mbarësisje. Mihal Nazif Selimaj tha se ndije i lumtur dhe i emocionuar për këtë vlerësim të dhënë nga shoqata detare kulturore Labëria, pasi kjo shoqat mbështetet tek ruajtja e vlerave. Kjo nuk është një nder personal, por është një përgjegjësi e madhe që lidhet me historinë, kulturën dhe me shpirtin e Labërisë. Jam vlerësuar dhe të tjera me dekorata, me certifikata minjoje, por ky vlerësim i sotëm më lumturon në shumë pasi mbështetet tek ruajtja e vlerave dhe zakoneve të Labërisë tonë. Titulli minjoje e Labërisë një amanet, është një falënderim, është një dëshmi se vlerat tona unike, burrëria, besa, mirëkuptimi dhe dashuria për Labërinë, adheun ton nuk harrojnë kurrë. Të rritesh me tradita dhe me këngën labe, me konventet, me frymën e bashkëpunimit dhe nderimit, është pasuria më e madhe që mund të trashëgojë njeriu në jetën e vet. Labëria është vendi i burrërisë, i besës, i mikpritjes dhe i tërmërisë. Labëria është vendi ku fjala peshohet dhe zakoni është ligj, ku kënga labe flet malit dhe detit, ku historia shkruhet me gjakun e trimave dhe mençurinë e pleqve. Ti jesh biri i Labërisë do të thotë të mbash mbi supe dinjitetin, zakonin, besën dhe këngën e shpirtin, e papërkullur që rre në gjoks e na jep emër ndërmote. Ky vlerësim më frymëzon të vazhdoj të punoj edhe më shumë në të mirën e komunitetit, për adheun tonë për ta bërë kulturën e Labërisë të dëgjuar dhe të çmuar në çdo kohë. Në këtë moment ndaj dhe një herë me juve, me familjen time, me të gjithë ju bashkëkrajnorët e mi që më mbështetët, po mbi të gjitha brezin e ri të Labërisë, i cili u takojnë të mbajnë gjallë zjarrin e traditës sonë. Përgjithsisht faleminderit. Nuk ishte se si të mungonte në këtë aktivitet edhe kënga labe, shumë e dashur për çiftin Selimaj. Sa dëgjoj në emrin tëndë, nuk ka lap që rri në këmbë.